për argjerim, ne duhet të përbahemi. Argjerimi nuk është vetëm zbutje ose thollim i linjave trupore, por argjerimi është edhe vibrim ose këndellje ose kthjellësi e spektrit metafizik dhe shpirtëror. Pra, çka do të thotë përmes kësaj? Kjo është çështje e futurizmit shpirtëror, e armja e shpirtit njeriu. Nëse shpirtrat bëhen clean, pastrohen, atëherë këta shpirta, këta ruha, të pastërt, do formojnë forume dhe do formojnë, do thot, kënde ose prizma ose trupa geometrik që do të formojnë komunitete dhe bashkësi, të cilat komunitete dhe bashkësi do sjellin dashuri, atë dashuri, besim, mirëqenie, solidaritet. Kemi pa shpesher dhe në Ramazanin që kaloi që janë shtruar shumë iftare për të varfrit, jetimet, bonjaket. Nuk është qëllimi vetëm të ushqimit që ne japim ushqim, po është qëllimi i afrimit të rasteve sociale që edhe aty në shpirtërisht t'i afrojmë që shpirti i tyre qetësohet. Po edhe mendja e tyre qetësohet dhe ata të fillojnë të analizojnë dhe të fillojnë pse jo të gjejnë një punë të re. Unë shpesh takimet e mia jam mundue që t'i suportoj me punë të reja, t'i suportoj me aktivitete që t'i angazhojmë, se nuk është puna që nuk ka punë, po thjesht mungon motivi i punës. Ne duhet i motivojmë njerëzit, që këta njerëz të kenë motiv për jetë së pari,